Përshëndetje për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e Radio Tiraçinit. Unë jam këtu pranë pikën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë në Mërdar, ku nga ana e Serbisë protestat operatorëve të transportit nisën që në mesditën e djeshme, e të cilat u paralajmëruan se mund të zgjasin deri në 7 ditë. Për sa kohë ndrova këtu, qarkullimi në këtë pikë vazhdoi rregullt dhe pa asnjë pritje nga të dy anët. Arsyeja pse po protestohet është se shoferët ankohen se masat e vendosura nga BE-ja, të cilat ata po i kundërshtojnë, mund të ndikojnë drejt për drejt në ekonominë e vendeve. Kjo ka të bëjë me kalimin në zonën Schengen dhe trajtimin e shoferëve të transportit, qoftë të njerëzve apo mallrave, si udhëtar apo turist, që do të limitonte kohën të cilën ata mund ta kalojnë brenda kësaj zone në një periudhë prej 6 muajsh. Shoqatat e transportit të vendeve të rajonit kanë bërë të ditur se nëse Komisioni Evropian nuk jep përgjigje ose nuk jep garanci për të takuar me ta, ata do ta vazhdojnë protestën edhe pas periudhës 7 ditore. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka paralajmëruar se protestat mund të sjellin mbi ngarkesë të trafikut në zonat kufitare dhe rekomandon që shoqatat e transportit dhe shoferët të mbajnë kontakte të rregullta me homologët dhe kolegët në rajon për informacionet më të fundit. Edhe unë teksa u nisa për në këtë pikë kufitare kontaktova me qendrën për menaxhim kufitar që të marrë më shumë informacione, nga ku më thanë se të gjitha pikat kufitare janë të kalueshme dhe se vetëm kalimi në Maltëzi është i bllokuar sot për kamion, por jo edhe për qytetar. Secili qytetar që dëshiron t'ia mësoj kufirit mund ta bëjë atë që bëra unë dhe të thrasë në numrat 045 198 000 ose 045 198 606 për të marrë informacionet e fundit mbi kalueshmërinë e pikave kufitare të Kosovës. Është ofruar edhe numri pa pagesë 0800 595, por i cili nuk funksionoi disa herë që tentova ta kontaktoj. Ky numri tjetër që është funksional, në atë mund të telefonojnë, pikat janë të kalueshme, nuk ka ndonjë problem për qytetarët, është vetëm ajo që e tha Kushtrim Ahmeti në studio që dëmtohet ekonomia dhe të tjera çështje rreth ekonomisë në vend. Të gjitha pikat janë kalueshme, janë dy numrat që mund të përdoren për kontakt, i përsërisim edhe një herë për gjithë dëgjuesit. Janë 045 198 000 dhe 045 198 606.